është i befasishëm edhe për vetë aktorët politik. Flasim këtu pra për një rezultat prej mbi 50%, rreth 51% pra të vetëvendosjes, ndërkaq që parti tjera të cilat pra nuk kanë pasur një rezultat që e kanë pritur në këto zgjedhje. Pas përfundimit të tyre, tashmë dihet pra që vendin e pret edhe formimi i qeverisë dhe tutje edhe zgjedhja e presidentit në mars. E gjitha kjo nuk ka lënë anash as diskutimet për mundësinë e zgjedhjeve të sërishme në mars, por që për këtë vetëm një deklarim mund të themi që kemi pasur zyrtar nga kreu i lëvizjes së vendosjes Albin Kurti, i cili ka thënë që edhe në rast se bëhet për me shkuar në zgjedhje, vendosja është e gatshme dhe sigurisht ka shtuar që vota e opozitës i duhet për marrëveshjen ndërkombëtare sepse për qeveri tashmë vetë nuk do të ketë problem. Për gjithë ato të flasim edhe më gjerësisht me të ftuarit në studio, të cilët sot i kemi Jeton Halimi, Jeton mirëmëngjes, faleminderit që jemi ne. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Dhe Alin Demiri, Alin mirëmëngjes. Kënaqësi, faleminderit për ftesën. Po nisim Jeton me ty, pra, se ke pa rezultatin zgjedhor, se si jemi taku gjatë këtij viti, kështu me i komentu zgjedhjet. Tash përshih që lëvizja vendose një farforme ka fituar bindshëm dhe Margata jonë në respektume ka votu për lëvizjeve vendose dhe këtë forme ka prun këtë përqindje. Po, si do të qoftë, unë mendoj që mungesa e një opozitës, duke bërë opozit nga zyre dhe jo nga jashtë, se Albin Kurti dim krejt që këtu ka ardhë në pushtet sa vite ardhë duke bo me protestat dënshme, duke i kall institucionet, edhe policin, kuvenden, e di më si përsërisëm ato, dhe një farforme ju ka kundërshtu ish opozitës a kanë qenë në qeveri, me ato veprimet kundërligjshme, kundërkushtetuese dhe unë jem çudit nga një pjesë opozitës që kanë dalë vetëm e vetëm nëpër media, sa përsye faqe kanë bën ndonjë storje për shesheve, po dhe jo me protestu dhe mos thire për protest. Një farformë ju ka kushtu edhe me këto zgjedhjet, edhe besoj sidomos LDK-s ma shumë të se ka up 8% i ka up, pa marrë parasysh tash edhe PDK-ja është dëmtu pak, po jo në atë mos si LDK-ja, nisë ma më veç u ditë që ka me prit fati se për mos marrëveshjet me akën që prej ati koalicionit që e patën para zgjedhjet këtyneve dhe shpresoj tash opozita të thirrën mendjes dhe nëse donë me ardhë, do një ditë në pushtet, se me qëto veprimi që kanë bo me TikToka, prej zyreve sene, besoj Albin Kurti ka dhe 20 vjetë minimum i ka në qeveri, ka me ndaj dhe kur s'ka me fitue, nëse nuk dalin në rrugë me protestue, për çdo sen kanë pas mjaft argumente, me dalë me protestu, kanë pas mjaft për çka me protestue, po ja pra kanë zgjedhur ata vetë artë mënyrën si që me bo opozitën që ju ka kushtu dhe e bajshë që më shënë s'ki që me thonë ma shumë. Po, Arlind, a e shedhe ti këtë mungesa e opozitës një farë forme? Mungesa e protestave, mungesa e zërit opozitës? Orta, shpesh të e kena diskutu këtë farë qashtjen edhe të gjuhës cilin opozita ju ka qasë qeverisë Kurti, edhe shpesh herë kemi kritiku për gjuhën shumë dëbut ndaj asoj qeverisë edhe po rezultan që realisht kemi pas të drejtë, sepse gjitha ata deputet cilët në një formë ose një tjetër janë ballafaqu drejt për drejt me grupet kriminalet lëvizjes dhe vendosje, qoftë Grekja, Dejona Mihajli, qoftë akter tjerë lëvizjes brenda ato që janë, kanë performu shumë mirë në këto zgjedhje në kuadër të garës për deputet. E kemi Arjan Tahirin, i cili ka qenë në garë jo vetëm me Faton Pecin, po me gjithë qeverinë e Kosovës. Përveç asajna edhe me figura tjera të lëvizjes, figura terta të lëvizjes dhe të vendosje, e kemi përparim Grudën, i cili gjithashtu është ballafaqu, është deputetja LDK-s Janina Imeri, e cila ka performuar jashtëzakonisht mirë, është deputetja Hikmete Bajrami, edhe ajo është ballafaqu edhe ka pas polemikat vazhdueshme me lëvizjen vetëvendosje, pra po tregon që një gjuhë e moderuar cilën ka zgjedhur kjo opozit ta përdor ka qenë jo funksionale. Rezultatet sigurisht që ka qenë papritshme, nuk bën mjalon fajin këtij diasporës. Diaspora mundet me pas një ndikim deri në 5%, megjithatë janë edhe 45 tjera. Sa di ka lëvizja vetëvendosje 57 deputet.
e di që nashta ka mi bote lashe një pjesë tyne tash me shku me qelë gjiro logari, si kur herën e kalume që i kanë qelë kur i më bote deputet, po që me buju ka ra fati më bote deputet edhe të lifar njeri ju të atë. Po që ka përdu, diçka jashtë zgjedhjem, ka erdha rrugës, përdu mi bu thire këtë qytetarë me pas shumë kujdes, rrugëve ka të vinë për shkak që rrugët janë shumë të papastrume, keni kujdes që shpo vazhdetni për arsye që kjo qeveri që e keni votu një gjashin, që ta janë të paaft edhe kryp rrugëve mjë qitë. Kështu që keni kujdes shumë që jetoni gati shërzu të orë. Jo fatin me tash ne shpëtova, po umra me prit një 10 minuta të parashpis, po si do qoftë, tash është nivelit komunal qendror dhe besoj i kanë bërë të parë, s'mund me thonë që s'na kanë zonë para pregadita, se na kanë zonë gafel që shtot popullin në temën popullor. Magistralet janë totalisht të Magistralet, pastruar. ato është punë e institucione, po qeveria në detyrë besoj që i kanë ato marrëveshje që i kanë pas, dhe besoj që i kanë aty, unë mendoj, apo më lidh veç pak te pa problem. te kolegu, besoj që këto që tha kanë gjetë opozita shumë mirë ka performu në për emisione, janë konë fenomenal. Jo, si unë konë kur fenomenal. Jo, janë konë atë termin që ja ka qitë në pa, po edhe që ato, Kur gjus ka qitë pa, që ka qitë në pa, ka të zëmë të imun një. Jo, që ja ka qitë që ato si me rrymën, si me ato. Po s'ja ka qitë opozita. Apo thu për la zonja në termin popullor. Individ janë këta, mëse mërë si opozit. Hikmetja, ajo tjetë, për në regull, ajo e ka përpasun një parti, për shembull. Edhe PDK-ja, edhe LDK-ja, këtë ju kanë bërë në emisione, qëmë kanë adhet në të kolegë të artët, qoftë anek nena gjdo kënë, si do që po vetëm që ato veprimet të shdasht, më dalë në rrugë, me thirë, opozita hajde protest qoftë, edhe vetë PDK-ja, qoftë LDK-ja, elektoratën e me thirë kish mi aftue, por mi aqit në pasi ky popull mësue, vetëm mi aqit si të me gjithë në termin popullor, më shprej se nuk e besën që përshamë që ushtritu rryma, se e ka mërgjimtarë më thëtë, veç për inatit atina thëtë, XY-it, unë të që i parë me bavë rrymë, unë e kom zatit shumë mërgjimtarë, qoftë në për kafenet, qoftë në bërë venet të lojlëshme, dhe ke për inati, kena mi aqit të ke, se veç të ke që kështu, se të ke a i ka bu. E vetë të lëmë me në kuptu, mërgata e në është aset komtarë, si do të qoftë, edhe ti për deri sa shqiptarit nuk qosh, mi a bo, që kjo është e shtrejsi, që ta po do të me thy për me marrë vesh jetoni ose arta XY, dhe këta vetëm ju ka mungue mi hekularet, mi hek mishat e bardha, asistentet, mi shti më vesh mënyra tjera dhe në tonë me protestue, dhe ka pas edhe LDK-ja, edhe PDK-ja, nësa kam informacionet, ka të përqam në për nëndek, atë ta kom thonë në zhjetë e kalume. Nuk shkon me njerëz në dëgjushëm, me njerëz që veç për javën qefin liderit, nështë këtu liderit s'ka faj heq? Nuk shkën? Po thua shkën? Jo, nuk shkën, se e kanë mashtru liderin, për shembull X dek, ose X nëndek, ka përqamje. Dhe kanë shku në atë termin, për shembull Arlindit, se dim sët, mujna mja bo vetet rafë sa dush. Në Kosovë, jonë 2 mënyra, ja kime dhënë pare, kime hinë pun, ja ka me të që partia në mes që bën angazhimin. Qëto 2 sene, veç mujna me rajt vetën, që pun privat, pa të rekomandu dikush. Se në shtetit mo veç mujna me rajt vetën, nëse mujna mja bo e në foli për fushën tem, për juridik, në gjykata nuk mund me him pun, dhe në sistem juridik pa të shu e partia, ose pa të shu i njëfshën e kush. Harrosen, o vallajnë edhe me dhe... Po thë që te opozita jetën ka ndiku për qarja e brendshme. Po, edhe në PDK, edhe në LDK, ka përqamin e për nëndek. Dash dhe të na jëndon, dash mës ta jëndon. E kanë mashtru ndoshta liderin, qoftë Memlin, qoftë Lumirin, më kësë si Lumiri, krejt kryetarët e degve të Prishtinës, krejt i kësha hek me gjithë të nën kryetarëve, ja u këshan me nëndek. Komplet i këshan, ndërru se ata kanë mashtruhe. Për shembull, ka përqame në Mallë Magjerve, ka përqame të Lagjja atje të Ismail Qemali, ka në gjithë ka, unë e di, a kanë mashtru liderin Abdi Gjiku, atë letjet dërgjegjën aty në që kanë shura bojë. Në zgjedhjet e kanë veç pak. Liderin Abdi Gjiku në shpet. Jo veç pak. Shkollën Ajm Frashi, ka fitu lëvizja dhe vendosje edhe në këto zgjedhjet, edhe në ato zgjedhjet. Edhe në Ismail, i ka dit kryetarët e degve, se ju vi raporte, dhe qata që ka pas përqame, ndoshta ja ka mbo kryetarë, vallë kryetarë është mirë,
Po kur e ka marrë rezultatin kryetari e ka marrë diçka që s'është rregull. Është shumë e parëndësishme ato me shkolla, po jo besoj s'ka do të. Nuk ka problemi në për shkolla, në për nëndek, për lejtë farë nëndek. E qa është ti kur ki përqame Për lejtë farë përqame me lajnë e zotit, li familje që për lidhë me familje. Po familjet e madhe ty ta sjellin votë që ato përqame, së është puna të përqame, s'ki opozit. Nuk ki lider, për s'ki. Jo. Na që so kena bu. Shumë nëse ki për qamet e në për Jo, se me nëndek. lokalizu në për nëndek, në për mahol, në për Qysh i marrin votat për qamet për partit lebra të politike? puna dhe i që marrin votat. Për na so kena bu thire. Ata fitojë bilishin me punësime. Ata fitojë bilishin me Ani, se punësime. qashtë të keni bu edhe jo. A? Jo edhe parti tjera qashtë të kam bu. Rregull, ata fitojë Fshkësovën me punësime. Qashtë të kam bu krejt. E qa më thua pra? Mira. Se konë organizimi mirë. Po, së konë organizimi. Problemi është... me punësimin të ka fitojë do bilishin Nalë bretën. Po jo, mos ja fot kot Arlind, gabim Na mirë. që të so kena bo thire mu morë me dialogun me Sërbi, kena full për çka po bojnë marveshet mes qeveris edhe Sërbis, duldje, këtë opozita, Lutfi Hazire, Këfar Bernarnika i PDK-s, Ardian Gjini OK-s, krejt atje në Zvicër më takem me Sërbi. Pra, për kuptëm pëse nuk është të punë e mahollës e shkollës. Këta nuk guxojnë me që kryt eq, se jam kanë zonë kryt me deri, ka që atje në dialog, edhe kanë mshel gojen. Mu më që ditë PDK-ja dhe Ramushe, qysh ka pej shkurtit, i tha bashkëpunëtori Sërbis. Edhe në fund ti, Peçen Ardian Gjinin atje, me negociu me Sërbi, tinza popullit tënë. Po këta jenë të paftyrë, krejt, pej PDK, LDK, OK, vetëvendosja Moedina, qatë qëllim e ka posë gjithë. Nuk është problemi ma holla këto. Këta nuk guxojnë, këta e në gjithë vetë. Edhe kur vje puna me votu, me dojnë në fushat, është shumë e qartë. Qytetari thët, apo do me votu dikush që veç e ka plan me ta rritë rogën 50%, apo do me votu dikën që ta ka rritë rogën, ta ka po 500 euro pagën minimale, edhe po ti qëtë ashtë ndashtoj blerje votës, ndashtoj ndim, ndasht social, ndashtoj qa dush, Ky Aroni ka qitë në fund vitit, ka 100 euro disa për kategorive. Pro qytetari e zjedhë qaj që pe bën, ju qaj që thët, ko me bo. Ja, qyrë programet, krejt kanë programe socialiste. Për arsye që krejt janë të usilë në rbitin Albin Kurtit. Edhe prej që soj programe se kanë votu, ata kanë votu liderin, asë se kanë votu, Arlind shumë ka bëmje. Programen asë njënë se ka qyrë merë naj qytetarën e se thot, e ka votu e qështën e programet, e ka votu liderin, pik. Arlind, ti pëthu që nuk ka pasur lider, kundërshtar politik. Jo, s'ka, nuk ka. Do me thonë, janë njerës cilë që janë të usilë në orbitën Albin Kurtit. Edhe prej që aty ku janë të usilë, këta kur nuk kanë me mujtë me sulmu. Sepse qëllimi, nëse ti program e ki, mu bo si Albin Kurti, mi thonë këm javon, nëse këj pja vjep 100, këm javon 150 social, vitrat këm javon rrit, ti s'po bë kur gjë, sa e është të javon. Ti nuk jetë e balafaqua ato me kur gjë. Kështë që Kurti është shumë komët për pozicionit ku është, edhe që është ka thonë Peci, me që të pozit, me qëta lider që janë, me bo zotë mi që edhe njëherë në zedhe, në prell. LDK në ki që atje ku është Aleonca, PDK në ki 90%, edhe këto ka mu bo një veç monarki. Bohet monarku në qesëm Albin Kurtin, edhe ta një letja të rashikon atje në Norvegjezve, a kujna që shikoha ato farë linje në gjakut. Albin Kurti ka orë në pushtet të kalzohen fillim të emisionit në ndërëm. Aj u zhagit, u ropi policisë, me protesta, me dhunë, me kretë, të japshit në pak ty një jarëzike kamionat që po vinë me produkte sërbe në kufi atje, e gjushin stacion e policisë, e kalcin sheshin, e bëjshin ato sene, Allah opozita, Arlind të ndërëm shokem, nuk bëhet me kolare për zyrës, të bo filma të arë, me thonë, të i thurë lavë dhe ati kretarit, jo kretar, kështu, jo kështu, jo. Ti do të me he kolaret, me he këmisha me dalë aty, në shesh me protestu me pankarta, me thonë qëre rryma o shtrejtue, rrugën Prishtin-Bëdjeve ke pas pandërtu, rrugën Gjilan-Prishtin e ki pandërtu, rrugën Prishtin-Mitrovice e ki pandërtu dhe ka pas një mëri sene, që ato që e ka në thonë në emision, që kjo është shumë kruciali artë, që ato që ka thonë në emision, do da me dalë, mi përvjel më nga trak, qovë, LDK, qovë PDK-ja, qovë të AK-ja, se AK-ja ju ka pashan gjitë vëvës, AK-ja ka rritë me rujtë votën, AK-ja asi komunës të ka upë, AK-ja i ka rujtë votat, plus panismën, i ka marrë 5% i ka marrë, i ka bot 6 deputet,
A këta u dëmtu LDK-ja dhe PDK-ja, AK-ja e ka rrit qëllimin, i ka rujt se e din vote AK-s është ka pjesa tina, ka luta në rregull jemi. Edhe këtu ka Prishtina ashtu i ka buar nga Kojgjami LDK-s, edhe kanë fitu pushtetin të përbashkët, po opozit, pa do në rrugë, nuk mund me fitu pushtetin, harron Po tu jeton, sipas teje, ka mungu komunikimi, sipas teje ka mungu komunikimi i opozitës direkt me qytetarit. Po, direkt qytetarit dhe nëse dojnë, qoftë nëse s'kan dasht, mu bashku opozita në protesta ka mujt me dalë. PDK-ja vetë me thirë qatë elektorat që e ka, qoftë LDK-ja, qoftë AK-ja me dalë veç e veç. Edhe kur jakshin qitë timin, në terme me protesta pasqore, jo me dëmtu shtetin që kanë dëmtu, për timin me një zonin, me pankarta, e jo prizyrës aty kretar valaj kështë, ja, nuk shkën opozitarizmi me kolare, që shumë në këtë me bo, të po, perfekt po ja qëtë bo, po deli edhe në rrugë pak, për veli mangët për përsëritësar, e bo në opozitën që shë ka buaj dhe ka në pushtet, edhe e binte edhe mërgatën se ta mëne kja kikat dhe kjo është që është e vish, mund është me full dit nat, pa do në rrugë kush së një fitën zhjidhet. As ka mujtë me fitu as kush, as opozita s'ka mujtë me fitu as njerë, nëse s'dolë në rrugë, dhe se nuk riorganizohen me njerëzit i vetë që i kanë dekë në ndekë, që është shumë kruciale, edhe me këthy njerëzit që i kanë përzonë, që i kanë bose me servilizëm, me njerëz të ngushëm, nuk mund me fitu zgjedhjet askush. Se merre përçajti njerëzit e tu në për ndekë partive që kanë dhënë shumë kontribute, e merr ata tjerë pi hujit, vallaj tash arta e toni kanë punue, s'disa po në X parti, dhe në tash nuk e angazhën jetoni me artën që kanë bu shumë punë atë parti, po ja bjen e thirrmi këtë, merre filonën se është më e mirë, jo, se ky është shumë më i mirë, edhe çdo seni i kanë pru partinë që po normal. Jo bre se çere më dëgjueshëm se lëvizja dhe vendosje nuk ka kërkosh, po as fjalë nuk guxoj, as me këshirë sy nuk guxojnë Albin Kurti, nuk shkë kjo punë me dëgjueshmëri. A dhe që dekët për shembull nuk e takojnë kur kryetarin e partisë. O, tjetër, unë po folë për opozitën, jo për Albinin, bre. Për opozitë, po një tjetër. Po të kallëzojnë e ty vëlloj ligjerat, po. Jo, ti më në ligjerat vete dhe aty shok vetu. One po t'jepi shumë... Teki personale, one se kom personale. One për vrejkit vakullë që teki personale. Jo, se kom marrë personale, nëse nuk thirë, nësë kom qa me bohë. O, vla, së është personale, jo. Ti nëse do me shku sone, atë punën e di shumë a mirë. Unë po thëmë, ta ka fitu bilishin me punësime, me reorganizim, ta ka fitu Fushkosovën, e qa po tënde, aso qaja, aso organizima, me punësime, ta ka fitu. Të full tjetër sen, jetë të thonë po qysh, pa ja ka marrë votën, o vla. Cëllë është maj dëgjushëm? O vla, ja ka marrë votën me punësime, qysh ti për shembull në X qytet, në X komun, po jep ti kontributin tënë maksimal, dhe ti s'pe angazhen njerëzit e tu degës, ose nën degës, dhe pi bjen. Po ti mu mësë mbërtet. Po jo, one po folë për të mbërtet jo atyune që e ki me tha. Jo, one... Se one po të njët është. One me kërkon se kom personale. Se one funi musë mandin. One kom shumë mirë, okej jam. Po do me thonë që pa do në rrugë, së në fiton gjedhet, pike ki ata. Po së të elmëre në rrugë kush me dollë? Që dhe rrugë e bashkë me shnet. Po që kena folë nga pishkurtit që do? Edhe 20 vjet, ata ka me pa të qeveri që ta. Njëtën e kanë. Po që kena folë nga shtubi. Ti po doke që është, unë po thëmë shumë është e thjeshtë. Opoziti nuk mund me bo frizyre, pike kjo Arlin. Qa kena folë nga pishkurtit që do? Për qëtë punë kena folë. Që s'ka opozit, nuk ka njerë që organizojnë me dollë në rrugë me bo protesta, rritet të rryma, nuk ka reagim, nuk ka një... Pa, problemi është që të subjekte politike ka klane mrena, ka klane elitare, ka milionera, që nuk i bë përshtypje pëse o rritë rryma. Ku ti bëm bre përshtypje me Emli Krasniqi, ta Lëmir Abdigjiku, ta Ramushit pëse o rritë rryma. Nuk e kanë këta këtë problem. Nuk e kanë problemi pëse o bo një tabull vosh 7 euro. Cëllën pistyne e ke po në një market të bledi qka. Minimalisht ko zedhe vile. Kur se ke po këta si dina shmimet. Për dalim prej deputetve, lëvizjeve të vendosje, cilë të shenë që paptore të hongër buk. Që kjo është aja afërsia që kryuat me qytetarin. Nuk mund është të pej lagjës Marigona atje më kallëzu mu që shpo jekin qytetarët ka poshtë. Tu i këshirë pisnalët e poshtë atje, që po bëhet? S'ka ndjeshmëri. Për që atë arsye nuk ka as opozitarizëm, as nuk ka lëvizje, as nuk e interesën kjo varpune. Këta e kanë krejt me rujt pozicionet e veta, me rujt pasunin e vetë,
në kohët pauzës me shku me ongër bifteka edhe me ashtre mishit atë, na këshëm na i vinë 400-500 euro, që kaq. Nuk kanë ndjeshmëri për qytetar, për dallim prej lëvizjes të vendosje, cila po din me prekshit shtresën poshtë. Që kjo problemi, përderisa nuk vjen një Arjan Taher, që u ballafaqu drejt për drejt, një përparim Grud, një Janina Imeri, që për ditë zotit ballafaqohen me ta, këtë s'ka opozitarizëm. Nuk bëhet opozitarizmi Albin Kurti sa kur në opozit, e kena po rrugit Prishtinës, lagjet Prishtinës, gjdo dit të ju hi njerëzën në për restoran, në për kape, të ullë, të bistuduhe. Hise ka po, po që ku ka rrit? E këta pizuire vallaj, s'ka, e që ata pa thëmë, se s'ka këtu kërkom personale. S'ka të bëjme në ndekje, lideri është keqë edhe pikë. O vla, one se kam kërkom me asje personale, ty për do këtë ashtë. One për thëmë, pa dalë, pa ju hi lagjeve, rene, dhe me çdo qytetar, me fol, me bisedu, me ja ditë halën, dhe pa dalë në rrugë bashkë me qytetarin, artë, këtë brësht, nuk më me bebo, deri sot, as ka thonë shkenca, as ka thonë kur gjafit ti mi fitu vesh me palavra e me fjallë, jo, do të me sane konkrete. A be bën një projekt në letër, pa realizu, së ne bën atë projekt, harro, pa dalë me realizu, të letër e ki shumë mirë. Edhe këta, u duhet me bo opozitën edhe në rrugë. Ka pos mjaft argumente, qato që e ka, vetëm qato që e ka thënë në për emisione, po përsëri që sa herë, vetëm qato, 1/4 me dalë, mi qitë në rrugë, po të garantoj edhe mërgjimtarët tonë, e kishim votu e opozitën. Po, kër i kam po, sa me në emision i kapke përvesh, ja beke të kështu, edhe aj mërgjimtarë atje, e ka binda Albini se ka thonë, jo këta bëjnë kështu, ama votën më kështu, se ka ditë, paramenon në opozit, edhe i shqiti, opozitin lejtiti, ja votu në atë farë kuvendin, ja votu në. Paramenon, që i falu ja vlujke. Dua t'i pës edhe për këtë qërë, se për përmeni shpesh edhe është diskutuar gogja shumë që ka qenë edhe data, që është përcaktuar pra 28 djetori, si një loj simbolike që t'ketë edhe më shumë vota, sepse vazhdimisht është aluduar që mërgata me shumicë votash janë nga vetëvendosje. Arlind, a ndikoj edhe data e zgjedhje të kjo rezultat zgjedhor? Po pa tjetër që po, ka ndiku shumë për arsye që data 28 i ka gjetë një pjesë shumë madhe të mërgjimtarëve, dikon për llogaritët 500.000 që kanë ardhur në përpikat kufitare, sipas raporteve të policisë, kështu që po ka pas ndikim. Po qysh kish me qenë ndryshe kur e kemi një presidente e cila është një pateric në Albin Kurtit. Notere. Po, çfarë notere është emër i madh, noteri bën ai kontroll, ka një farë. Jurist është notere, thonë, noteri kam thonë para. Ja ka bën notarizmin çdo sa. Pateric është asë shtogë, ata që ta kur ju s'mund me ecë mirë, Albini kur s'mund me ecë mirë janë gjatë vjosës për këtë edhe pateri është qasi paterice. Te që atë ka arrit. Kështu që ajo po me çfarë logjike ja ka dhënë mandatorin e dytë lëvizjes vetëvendosje për Glaukën Juftën, kur e ka ditë që nuk i ka numrat. A e keni ndëgjuar çfarë shqitimin e poshtër të saj? Edhe ajo është pjesë e kësajna. Shqyr po flitet që Agjencioni Antikorrupsion ka nisë hetime ndaj pasurisë sojna, se edhe kjo është një qasifar oportuniste, një qasi milionere e gjitha pushtetet, se kjo pe përkthyse është më thotë që të kërëkon nuk kalon mundësi për shfrytzu për me arrit qëtu kësët. Edhe Hashimit i ka përkthyje, kjerejtve për kjo ka... Internacional ka kom? Po, multivitamin nuk konë. Unë e di që Fatmir Sedin e ka djekë politikisht, të s'ka di sen. Një jurist, unë e foli vetë, nëse si fiton të minimum 10 landë vjetë, ti mos ki qalip atë gjikata s'kërkon. Edhe e ka prejsh Fatmir Sedin, ish president Fatmir Sedin me temel. Vjosa Osman Euro e ka shkatru Fatmir Sedin kur e konë këshiltaret e tina. Pa kje e shkatrej LDK-n avokat? Unë nuk jam avokat, se për më thonë, unë jam jurist i nderuar 50 herë, se mujnë më ka ota avokatis për të sene, edhe në misotje i këmë thonë, unë jam jurist, po si do qos po marrë vetë qa me e bërë. Po të më thonë që atë falemderë shumë. Më i me thonë këshiltari ministri. Jo, si do që, po folën sinqerisht. Se po alë duhet dhe jetën këna një fjallë edhe orta. Arlit falemderë shumë, jo, shumë. A i do shkojtu mundësi jetan? Jo. A muna me të ponën në qeveri Kurtina?
Se di kur që s'ko marrë as oferta, që se di. Se thot se dije që të dhe ka kry puna, pas ka me veç edhe 20 me thonë këtë po. Unë për këshilltar s'kam se mi matë mirë, kom se për këshilltar me bëjt letra, s'kom nevoj as qantat. A ne, që atë është e në krytë, në s'djetë ku përfundon. Ja. Nuk do nivelin tem. I drejtësisë. Se po flitet që Dënika ka me qenë ministre drejtësisë. Para se me kalu të ajo, e përmende pra që edhe Mërgata, e tona qarë mendimi keti për datën e zgjedhjeve? One për datën e zgjedhjeve, besoj këtë e tha Arlin në kolegë shumë mirë se Vjosa Osmani i ka shërby Albinit si notere, kom thonë çdo kohë në emision edhe këtë të tisa herë, dhe ju ka bo një farforme argat dhe ja ka dhënë. A duhet me nga atribu krejt Vjosa Osmanit se kam pas mundësi në opozita me votu? Jo, opozita gabimin e ka bo që si ja ka votu zonin Haxhia qysh me parën. Dhe në momentin, unë po thëmë, qato veprimi që e ka bo në për emisione artë, dhe në konvent me dalë në teren, në rrugë, dhe në momentin që Zoti Kurti si ka pos votat, u du me dalë me protestu, me thonë qëre, ky përna lip votën, ky për dhe kështë dhe u datë me materializue opozita dhe me dalë në rrugë shesh. E jo për konventit Kosovës, jo për zyrave, jo me story, jo me snapa, jo me Instagrama, po me konkrete në rrugë, artë, pikë për përstetit sërë. Dhe, kur e këshim bo populata, se ky si ka vota dhe po do më silë si monark, po i ka jo ko mësën e këthen, dhe këta që aty kanë hub të gjithë opozita, vetëm Ramushi ka arrit me rujt atë par votën e vetë, me ato që ka pos ato par polarizimet s'kashme me Albin Kurti dhe Lëvizjen Vendose, dhe këto jenë të dëmtum, më falë, PDK dhe LDK-ja, dhe shpresohet që bo diçka në këto rrethana, po flitet, apo si do qoftë, që mund më bo një koalicion mes VB-s dhe LDK-s, po flitet në emisionet të, se nuk flisin kolegët tonë në emisionet lloj-llojshme, qoftë këtë, qoftë në vështërë tjetër, se një për afrim. Po, është një mirë që zonja Osmani nuk më bo më presidente. Pa opozitën, ja ka thonë Zoti Kurti shumë mirë, zonjës Osmani, që s'ko mujtë mi bo në 61 mandate, e lere më ty, mi t'i bo 80. Para se më papem çështjen e presidentës edhe pak. Arlin, sa i përket, a dishte me shtu diçka? Do shta të presidente, me thonë, edhe hundë me ja shpucoj opozite. Nuk kanë me guxu me dollë pisolët ditën kur zgjedhet presidenti. Jo që po bojna qysh dush me garancë, nëse opozita ja voton presidentën, s'ka nevojë me votu. S'ka nevojë me votu, veç korumin me në sallë. Se i ka 61 vota. Po, nëse hin si LDK-ja, si PDK-ja, Blanko, pa ma najsen, ata më... Jo, qashtë e kitë sigur, dhe që pyti Albin Kurti ditën e kur zgjedhet presidenti, nuk ka me konë, apo rrenin sallë. Po ka me konë, a ka nëj vullnetar, këto që do me dollë jashtë. Veç ka më nënshkru sa po me ditje edhe kanë me dollë. Vazhdojna. Ale, folne, okej. Që të jenë, a kime po. Okej, unë e di që nuk ka me abo argatin, në termin popullor për shpena, me qëllim Arlind inderum, që kam një adhën, kam një abo kënomin pa marrë, diçka, pa do kullaqin. Harropi, piko me kje. Kullaqin i ka shku Albin Kurtit 57 deputeti. Po, në regull 57, po për qështjen e presidentës, 61 80 do më konë prezent. A guxon opozita me shku në zgjedhje në prill? Po, guxon pse? Ma shumë s'kanë qa me up më? Jo kanë. Jo s'ka qa me up ma shumë Allah. Asë s'ja votojnë, asë për dërkes LDK-ja. Nëse s'hin qeveris marrën në najsen, harropi kanë, Vjosa Osmanit, e kom thonë edhe merët, edhe këto çdo kënd tjetër. është mandati sa i fundit. Që kja harropi kam kome të bu, harropi kërgji, bu mdoke. Anë, folmi, okej. Vjen marsi, vjen 5 marsit të kalzoj. Sërish vjen marsi, po... Okej, folmi. Derin 5 mars, nëse nuk zgjedhet zonja Osmani, shteti shkon në zgjedhje parakoshme dhe kryetaria e Kuvendit e merr detyrën si ushtruese e detyrës së presidentës dhe kaq jemi. E kemi shëndetën Alend dhe shomi apo zonja Osmani. Vëllai ata nuk komunisë me reflektu ka pak. Vëllai reflekton sa dush po. Po mi pobrësanet pak ma ndryshë se nuk mën ma me bloku opozita, nuk ka kaqek. Jo në fund pusit ju në ro. Po s'ka lidhë me ajero, po s'do mi abo me pik, pa do këllaqin pik, pa marë... Po s'dën, po shkën zedhje, e tani bjen LDK jam 5%. Jo, s'bjen, s'ka ma po qa bjen më LDK. Jo, qa bjen, alo. A veç ka më rritë më tash, s'ka lidhë.
Jetojnë këto deklaratat. Tu rrit gjë. Po thu që nëse shkohet në mars në zgjedhje, do të ketë rritje partive opozitare. Po, patjetër. Korres, njët, harroa, farpunë, veç të poshtë kanë me shku. Kush i bjen, veç pak, shumë logjike thjeshtore. Nëse, pse, për shembull, ku kam pa, edhe qeveri, edhe në zgjedhjet e kalume, pa marrëveshje politike më bu qeveri. Gjoma një vend në Ballkan, 6 vendet të Ballkan perëndimor, si Maqedoni, si Shqipëri, si kur dush, si në Malzi që kanë bu, qeveri pa marrëveshje politike. Shqipëri s'ka pas nevojë. Në rregull, Shqipëri s'ka pas. Për shembull Maqedoni ose Andena. Gjoma edhe këta kanë dash, ky heru viktimizoj, heri sulmojke. Edhe tash, nëse ky dështon me zgjidh presidentin, opozita se merr përgjegjësinë. Pse më marr opozita? Pse më votu pa marrëveshje politike? Po se ka marrë as për shkurtit për që ku janë sëtëm. S'ka dit mi konkretizue, t'lutna. A po thu që tash din për 3 muja? Po nëse din, vallojnë edhe por 1 muj dit me dalën për protesta. Po s'kan dit tani vjetet i po thu për... S'ka li i thirë mendjes apet dalën, s'ka lidhje. Kush? Po s'ka lidhje më i thirë mendjes dalën, analizën situatën dhe del. Ka shumë të tjerë. Po që më në pas ndryshim drastik të rezultatit në mars? Po më në pas, bili pak e rëzëm vëvën se përgjësia kur t'i bjen liderit, a i bjen përgjësia dhe thotë, kjo s'po do me bëgjillën, një opozita. Pse ti s'po do me bëhe? Pse s'do me zhjetë të qështë në president nëse në koalicion? Nëse në koalicion, edhe s'ka qarë për në koalicion, Vjosa Osmani bjen për opcionit. Më njerë, cilë lider, qoftë një të Presidenti është personifikus, nuk është politik. S'ka me vojë. Qoftë liderin, po, o nderu ma lidhë. Jo rasisht e kanë lënë çështjen e presidentit Kosovë për me do kulaçin. Pse se ka bë me referendum që ka Maqedonia, që kanë se nuk ka nevojë. Po me do kulaçin. Por me do kulaçin thuje pra Arlind. Arlind, a mendon edhe ti që nëse shkohet në zgjedhje në mars, mund të ketë me apajtosh me jetën apo po thu që nuk ka ngritje të opozitës? Jo, me çfarë ngritje të opozitës, me çit lidership, me çita opozitor që shto, jo ngritje, ka me pos haloramje. Do të mundru komplet strategjia, edhe këta nuk kanë arrit me përqume zazhin të qytetari për shkurtit, deri në 10 orë, e po menen që po mujnë për 10 orë, deri në fund marsit ta. Në fakt ajo që po shihet realisht, jetën ajo që po shihet është që qytetarët e ndëshkuan një farë forme. Në bazë të votës po shihet që nuk janë të pajtimit. Po jo, ka opozitën si po opozitën pasive jo për art që 20 herë në bazë të rezultatit zgjedhor. Në bazë të rezultatit po folim. Edhe një pjesë e votuesve këta i ka dëmtuar për mrena, se nuk bëhet opozitët prej zyreve. Këto jemi në rregull dhe qytetarit. Po jeton tash ndol vere se kanë pas në zet e po dolin librin në borë. Po s'ka lidhje marrë kur të rrezikon karriera çdo politikanit, ai s'ka çfarë pa dalë se e ka po rezultatin zgjedhje. Jo, gole se kanë për karrierë, të mos të rrezikojnë milionat se për karrierë të rrinë të shpia. Tjetër, po që ato pe lipje dhëne. Partia s'është XY-it. Ai nëse s'do të me punu për partinë, nëse se sill partinë ku e meriton, normal do në shur rrugë. Po ti nëse do në veprime konkrete, ki kohë taman deri të çështja e presidentit me veprime konkrete në terren. Jo më për zyra. Harry, zyra vetë shku më lajmërum, edhe me boflanet në terren. Çdo kohë, në rregullimi. Po a mund të ketë një ndryshim të tillë të opozitës? Siç thotë jetove pra me dal, me pas një çështje ndryshe, një lloj reforme në strategji. Prej shkurtit deri në 10 orë ka qenë për gati një vit. Një vit nuk kanë mjaftu për opozitën për me përçu një mesazh të qytetarët, edhe me tregu që bllokuesi, edhe arsyeja sepse vendi është këtë krizë është lëvizja vetëvendosje. Arsyeja tashmë veçën qarta. Unë kom insistuar disa herë, më hap tema e marrëveshjes historit, e pasaporta serbe që po janë njoft. Po tash po shihet që opozita është e përzime në ato punë. Edhe nuk pasaporta serbe. Opozita është e përzime në ato punë. Duhet fotografia i pom njerëz atë nëpër Sokoçe të Zvicrës të shku të shetit me serb, kështu që ç'të përfundon. Nuk kanë arrit një vjet me përçuli mesazh. E kam pos, edhe koha u konë ma e mirë, u konë dherë, kam pos ku pak ma shumë, dita ma e gjatë, kanë mujtë me nga pak ma shumë, po menën ti që për 10 orit, deri në fund marsit, këta kanë me arrit, mu mobilizu që ashtu, edhe me dalë me përçu që atë mesazha, jo, nuk mujnë. Nuk mujnë, për edhe shto këto faktin që
për president lëvizjave të vendosur nuk ka nevojë me bu marrëveshje me kërkën. Presidenti është post jo politik. Do të me konë figurë unifikuese. Nëse nuk e Po është për shkelin kushtetutën, ata vetë ka thonë lideruse, ara kena shkel kushtetutën për neve së gjë. Po nuk do me shku me jabo korume, s'do me jabo argate, atë në Shqipët me gati. E she. Qishtar vjen presidenti shumë shpejt, edhe e shohëm aja bën as ja bën korumin. Po që kanë me qëndrunë sot? Po. Asnjë, unë krejt. Një misigart, sa çështjet të pasaportave. Çdo qytetar i Republikës të Kosovës që ka lind para luftës, juridikisht është shtetas edhe ish Jugosllavisë edhe Serbisë, se ka certifikat dhe ka nështëtësi të ati shtetit. Dhe jo rastisht në konë ato zyrat koordinuese që kanë nxjerrë, qoftë Graçanit, qoftë Mitrovic, qoftë ka dush, sipas kompetencës territoriale ku i ka caktue, dhe i kanë nxjerrë dhe i kanë shfrytzuar për interesa të personale dhe partijake, dhe njerëzve që ju kanë vy me shërbime dal jashtë. Do me thonë është në rregull me shu Kosovë me të hi atë. Jo, nga veç pak. Mos të kapen të pasaportat. Unë e pas në nështëtësi Jugoslova, po. Normal, nëse ke lind të para luftës. Ja, unë e kom lind para luftës, po nështëtësia e jam është e Kosovës. Bere certifikatën e para lindës që ke le, nështëtësin. A vete që e të thonë e të? Qa, gjdo qytetar, edhe one, edhe kret, kush ka lind para luftës. Mune se sa të më shru në certifikat lindjes që kom lind Serbi është problem. Se atëherë nuk ka problem, se atëherë ka Jugoslavi. Kuvend Kosovës, me ligjet e Kosovës, mund me mbajt të dy shtetësi, veç pak, dy shtetësi. Dhe institucionet e Kosovës, që kanë lonë, edhe këta, edhe ata tjerët, edhe kuj që ka lonë tjetër, që kanë mujtë me nxjerrë certifikata tjera dhe lëtër njoftimet të Serbisë mas luftës, o që është e partive politike, jo individuale këto. Mos t'ja shesin poplit, qysh? Jo, mërtjajte që përpora me pasaportat Serbisë që i kanë nxjerrë Kosovorë s'kanë mujtë me uthu. Kush? Asni Kosovorë që kanë nxjerrë, mune kom punu vetë në aeroport. Mësë më ka zëti mua kanë uthu, momentin që ka pas pasaport. Kanë uthu pi Shkupit, prej atjesht kanë uthu pi Shqipnis. Pej Prishtinës ka uthu, sa të thëmë pe Prishtinës. Mas luftës, a do mas e roke qitem, a dhe që mas luftës, që ta mërgjimtarët tonë, një pjesë e madhe, kam pagu pasaport të Serbisë deri në 5.000 marka, 3.000. Po, vjetën shumë po bërtet, po ma nuk s'ki nevojë se për njëne. Edhe ata të një që do orë, le pagujnë edhe 1 milion, se s'pajtë po më interesan e varhune. Një pjesë e tyre, që ngonë edhe luft që kanë migru, ju kanë dollë vizat, one di plot Prishtinë, dhe jo rasisht i kanë sulmu ato zyrat me bume, ka qenë kush Ministria Kulturës, u bëj ke rani mas luftës, deri tash kojën kafet e Rakin Suleman Vokshi, atje najt, bili, deri në 3.000-5.000 mark ka shku një pasaport e Serbisë. Dhe që ta mërgjimtarët tonë, kanë dherë se ju kanë vip një qitë viza që kanë bos vizën B, vizën C, dhe mësë në shesin këto marraj pasaporta. Pas ti, politika, gjithë politika, që nuk ka arrit me mbyll, juridikisht, ato zyra, ma se që të është të parë... Unë s'menej që kam në shtetësi Jugoslove. Vallaj, ki... Pyte, hiç mu Jo, s'me pyti kërkaneq. Unë e nxjerë certifikatën komunë shumë të Republika e Kosovës që të përfundan. Për në Serbi e ki atje, e ki edhe në shtetësi në certifikatën e Serbisë. Ja, unë në shtetësi Serbisë. Vallaj, pyte babin të nëse familjar të thuj, a kam certifikatë Serbisë? Që? Po që shi qapi, di që jetë u folë e tënë? Jetë u folë parat 99-ës që e konë në Serbi, e konë i pështu. Po s'ka lidhe kjo. Jo, kata, po dhe s'pa, veç kata. Nale, pa nale bre burë. Po rregull, a do të me pranua ajo? Po ka dalë me burë. Jo, ka bëjmë je. Je konë parat 99-ës që e konë në Serbi, ti s'ke pos Republikë. Po në rregull. Në momentin që e do, ti s'ki punë më me Serbi. Në ashtë ati ki, unë e ja. Unë e për mu shkru në Republika e Kosovës. Edhe mu më shkru, edhe një këm të Kosovës. Nale, se tash... Ta shumë bu në dëshim të jetan. Që kuj këm të Kosovës? Nale, s'pët shunë atë në ikon Greqë. Ja. Që kuj. Prekupli. Si do qoftë, na me këto sene, me qdo lirë njështë një me qdo pasaporta në këmuna. Pse shqiptarët përshkojnë përdojnë miliona për qdo letra të patëshmërime në Serbi. Pse përdojnë pare? Se ti ka morë dokumentat, qish pëse përdojnë? Qa përdojnë mëne? Edhe ti ke li para luftës, i ki letra që shtetat të Serbi. Jo, mërë në kam Kosovë. Unë s'ka i me nëzirë certifikatën në Serbi. Gabim je, gabim. Atë për unë s'ta ka morë atje se ki heq Kosovë. Po një si të pronës, sigur kur ke li, ti ke po, o du më regjistru familjari jëtë, o du me të regjistru me
prej momentit kur ke lind, qonë në spital, qonë në shtëpi ku dush, o do me shku me të regjistru në komunë me dokumenta të spitalit dhe ke marrë automatikisht shtetësit të Serbisë, pikë. Dhe ato figurojnë. A ke posë shtetësit Kosovës atëherë? O, lebra të Kosovës, o vla, po mos fole realitetin, mos të ka për diçka tjetër, sa ajo punë, që kanë lënë, mu zhvillu ato zyre me nxjerr pasaporta, ajo që është politike, jo me dalë me shit men këtu pi zyreve, jo, dil thuje në shesh aty, jo me dalë me bo pallavra, jo, so mbot një opozit pi zyreve, harroat se. Dua një temë që të së diskutut këtë çështjen e pasaportave, besoj jo, po shumë krucial është e vërtet ato që thashë ne. Po, Arlen, dua të nisë me ty këtë punën e gjuhës, e përmende paka shumë, gjuha e përdorur gjatë emisioneve, gjatë debateve, gjatë gjitha, mënyra si është qasë, pra kandidatët për deputet, por edhe vetë liderët politik me publikun. Si ke po, sa ka pos në ndikim ndoshta edhe gjuha mes tyre? Po flas në relacion jo me qytetarët, po me zvete, me deputetve. Mënyra e diskutimeve, mënyra e qasëve, mënyra e kritikave. Sa ka pos në ndikim të qytetarët që ta shohin ndoshta edhe të marrin një reflektim tjetër, një anë tjetër. Po qytetari i ka përcjell çdo debatet që mbullen në televizion edhe e kam po që gjua është qa që but, qa që moderume, që këta e në mënu mu kallëzu shumë modern, shumë të kulturum në raport me një qëta qëtë vëdëndosja të një lopove, edhe të vjenë veço se shonë, edhe ti i fol me gjutë moderume, të qytetari e përcjell një mesazh, po kulturë politike. Prandaj po e diskutojmë, a ka qenë e duhur? Po, kulturë politike, po të qytetari e përcjell një mesazh po friksuhet. Të qytetari që me dalë në rrugë. Jo, ajo është kulturën... Lidhe jetën të njerës të dini në rrugë atje protestoni. Së një bëdhët veta, po lejet farë mua bëjët që është në rrugë. Që ata që i kanë votu, o kënë bëllë. Po, që ata që i kanë votu. Kështu që gjua u konë problem, nuk u konë gjua e duhur, nuk mëndesh mjë përgjigjë një subjekti politik që ka orë në pushtet me dhunë, me molotov, me zolla, me arsenal armësh që jo në kanë gjetë në zyre televizave të vendosje, mi u këndërvy me një gjutë të tjilë. Jo, se qena si njerëz. Dësh me përshtot pak edhe me po me kënë po komunikan. Nuk më dësh me folti me një deputet s'pëdi kanë me morë shembull, hajde që agim batirin me morëm. Pse vazhdimisht e merr shembull agim batirin? Se unë pëlqen si njeri dhe më thonë, me një laptop dul një... A do në menoj që është goxha i qasë shumë? Po dhe, me një laptop dul atë, do fjolja që lejke, do sja që lejke, së gojle i mur 60.000 vota sa i ka morë, u bu deputet. Po dhe, për që ata më pëlqen. Dhe më thonë, nuk më nëshë më i full agim batirit, mi kalzu të teoremin e Pitagores, së funksionan. Po dhe, bajt me nëzëja që lejke eroj, krytëve, valuta, dhe qyshme, qa është të me një laptop rap, e qeli zëtënia edhe janise, nuk do të ketë mo, nuk ka, po nuk ka pos mo, nuk ka me pos mo, edhe i mur votat. Agim të du, zemre e maj modhije, edhe i ka fitu votat edhe bë deputet, unë e admiraj, më pëlqen si tip. Për dalim për këtyne, për shamu, s'më ne jetoni me dole të mi kalzu agimit, jeti pasaport dhe jo, ta kena më shetë të zyren, s'ki mo pasaport. Kanë shullën komunë Mitrovica, kanë shullën. Edhe me gjesh bile ta bëjke, ta kom shetë dhe agimi. Kanë shullën komunë Mitrovica, ta agimi. E ke pos nuk e ke bo. Po tash ta që në konë ma... E ke postën e Sërbis, po nuk e ke mo. Po qa me bo tash, aj ma i zoti pas kam shetë. E po të lutëm. E që ato e thashëne? I kena lëshu plugmat dure në hibrit, që si ke lëshu. Jetën, sa i përket gjuhës, a pajtoshe dhe ti me Arlindin, a mendon që gjua ka qenë më e moderuar? Artë, one, as i reagova, Arlind në falë, po gjua, opozita e ka zhjith gjuhë pak moderum edhe kulturën e ka dhe çdo politikan. Ato jemi në rregull, Arlind. Po, nuk do me thonë tash, aj që ka ofendu me ofendu, të mi me një thes me të keqin, jo. Ti ka forma tjera për me bo... Jalla, unë jam për me hi, thesë të bashkë. Po ti nëse hen, po jo, aj s'ka dasht me zhjith, se ka dasht me ka zhu karakterin e vetë, kulturën familjare dhe atë partiz vetë dhe këto është mërgata, po ta përsëris mërgata, jënë inatos në opozitën që kese s'ka bo reformimet fella dhe nuk i kanë respektu që shkan dasht tash. Na thësha që përshkën Albini Londër po bën vota, thëshin jo mërë, këj për na shet me në për Kanadejt në për emisione tjera.
opozita e këta tjertë. Kur thësha Albini përshkon atje po angazhohet, që ato, jo thëshin s'përshkon. Edhe që ke shku, ma që të vizita Albini që ka bo, që të vota ja ka cel Albinit. Qof vota ma shumë dhe i ka pi Anglis, pi Gjermanis i ka dhe pi Zvistrës i ka. Ma shumë dhe. Sa atje ku në të fokusum, plus ja ka pagu rrugën, plus ja ka ditë për manipulue, dhe në regullimi. Po edhe një pytje fare në fund, se jemi edhe në të fundit, Arlin për njësi me ty, dua një përgjithë të shkurtër, a na presin zgjedhje në mars? Si përfundim? Që dëshira ime dhe të ishte që të kemi zgjedhje edhe një herë në mars. Që opozita mos t'ja jap mundësinë e zgjedhjes presidentit. Edhe vendis të shkojnë zgjedhje. Po. Por, të e po konstelacionin politik edhe leadershipin i cili aktualisht është në mjegull dhe nuk pedin edhe vetë çka është të bu, unë dyshoj shumë që do ta kenë guximin partitë opozitare t'i kundërvijen edhe një herë Albin Kurtit dhe ta dërgojnë vendin zgjedhje. Dëshira ime do të ishte po, por a e kanë guximin, a e mbetet më po, tash edhe 2 muaj besoj që veç dhe kemi pak ma qartë një pasqyrë se ku po orientohemi, do ta shohim konstituimin e Kuvendit, formimin e qeverisë, në bazë këtyre 2 veprimeve do ta kemi edhe një pasqyrë pak ma qartë te presidenti. Nëse ja bojnë qeverinë partitë opozitare, sepse realisht sot zoti Kurti nuk ka nevojë më as për minoritete, as Ka nevojë. Tre, i ka kur dë në gjysë natës pillu, që t'ja marra jo në jaqej. Minoritetet tjera. Po, u krye ma bet, po flasë për më varë prej... Ja, jo, u krye ma. Ka marrë fënda e farpune, kështu që nëse do t'a kenë guximin, nëse do t'a rrinë mas pari, bojnë ndryshime mrena subjekte të tyne, mrena qësaj periude për janarit dhe në fundmarë. Sa me bo, maj, PDK-ja ka pas i derën, s'ka një mujdet që ka bo, nëse le të kemë... Ta përfundojmë, se du me përfundojmë. Kështu që nëse nuk arrin me bo këto, unë dyshoj shumë në guximin e partive opozitare për me shku edhe një herë zgjedhje edhe me sfidu zotin Kurti. Po, jetën? Një varforme, Arlinde, ape du pajtu që s'ka me... Nuk jam me abo kurumin opozita që po të zgjedhë. Shiroj, tha mos mi abo. Po dhe, po një farforme mënyrë indireke, atë po ka që mos mi avotu dhe s'ka me votu. Po qef, po ka më në mos me po hec Albin Kurtin kryeministër. Edhe, jo, ato e ka votu së vrane, ato vesh më nësh më lodhë. Dhe, orta, prap, përpërsër, nëse opozita din mi konkretizu senet dhe gabimet e Kurtit që i bën deri në mars, këta opozita duhet me bo veprime konkrete, jo më pi zyrave, jo veç për emision... Po thu që me dërgu vendin zgjedhje sërish. Jo, nëse nuk, nëse one nuk e besoj edhe Kurti e tha shumë qartë, edhe zonë Sosmani, ja boni shumë qartë, one tha s'kom arrit ta mi bota 61 mandate për me themelue qeverin, e për të bëjt 80, që mu mlem me nuk kuptue, që jeton sigurit që objekti jëtë për president thuja që veç karat në start, kush kupton, në politikë dhe kush i shësanet. A do mja bo veç dikon tjetër aji? Jo. A qëtë ministrit jashtme, a qëtë dikon tjetër, a bën, a shtim parti është kesh subjektive. Për çështjen e presidentit, se nuk i konvenon mo, dhe nuk e lojnë asë ndërkëmtarët, më zotin Kurti me shkojnë zgjedhje, se i në lodh edhe popolata, edhe buxheti, po dëmtohet, po sakatohet, dhe one shpresoj që bile me njënën parti prej opozitës ka me bo marrëveshje zoti Kurti me çdo formë, dhe zonja Osmani nuk besoj që nëse shkon shtetën zgjedhje, është mirë me shku, por nuk besoj që zoti Kurti e bën gabimin që mund mi bo gabimin që ka pas për shembull gjatë 5 vjet qeverisë që ka pas tash, edhe këto në detyrë se mandati 4 vjeçar, dhe besoj që edhe nëse opozita nuk i konkretizon përpërstërës saher, në rrugë, në teren, e ka të pamundër që më për me artë e vota me rritë. Qof LDK, qof PDK, qof të AK-ja, edhe qof që si të vetë me më organizu prap protesta, ose së të bashkuar, për gjithka tjetër dhe shpresoj që mos shkoj shtetën zgjedhje, po të bëj Albin Kurti marrëveshje politike me ndonjë parti opozitare dhe të shpëton këtë popull, këtë millet se e mytën çdo 5 muaj zgjedhje dhe buxheti, kështu që prap po vit njëjtën sen dhe prap fund janë shqiptar, pa marrë parasysh po duhet mos ketë polarizime të forta dhe mos ketë ofendime, se zoti Kurti i ka marrë këshillat e analizë, mos ka ofendue
as në fushat, jo. As ka ofendu dhe as mas përfundim me zgjidhje e ka tjetër gjuhë e ka dash. Se ka thënë mendin se ka po me atë gjuhë, unë nërë shkoj ke. Po, dhe e falenderoj edhe me kaq që përfundojmë, faleminderit Talent, faleminderit që ishit. Gracias. Ortë nësi faleminderes. Dhe dashur shikues, me kaq se përfundojmë edhe emisionin e sotëm ditës së re, unë si gjithmonë një takim nga në të premtë nga ora 7 në Kanal 10 nga unë për sot një beqe.